Në 2 vitet e fundit në spitalin e Gjirokastrës janë kartelizuar 100 pacientë të rinj me sëmundje renale. Këtë ka bërë të ditur sot në ditën botërore të veshkave mjekja nefrologe Olta Qurku. Kemi një rritje të numrit të pacientëve kronik, për fat keq, sepse vitin 2024 kemi pasur 50 pacientë të rinj me sëmundje renale kronike, që janë kartelizuar pranë shërbimit tonë. Në 2025 gjithashtu në njëjtin numër 50 pacient, incidenca pra i bie të jetë 50, por numri grumbullohet, bëhet më i rritur në aspektin e prevalencës, pra kemi tashmë 100 pacient të rinj më shumë se sa ata që kishim tashmë me sëmundje renale kronike. E rëndësishme është që ne t'i diagnostikojmë, t'i evidentojmë në kohën e duhur dhe të mund të ndërhyjmë në 2 aspekte. Në disa patologji të cilat ne mund t'i trajtojmë dhe pacienti shërohet, për të parandaluar ecurinë e sëmundjes si tashmë është bërë sëmundje renale kronike dhe për të përmirësuar cilësinë e jetës së pacientëve. Ndërsa numri hospitalizimeve ka vazhduar të jetë standard, ku nuk kanë munguar rastet me dëmtim të menjëhershëm të funksionit të veshkës. Sipas Qurkut, shkaktar janë bërë patologjitë të tjera dhe jo ato me karakter renal. Rësisht kanë qenë patologjitë e tjera, për shembull çrregullimet e hipertensionit, insuficienca kardiake, një diabet mellitus i pakontrolluar, gjendjet inflamatore me temperatura shumë të larta, pneumonitë, sëmundjet gastrointestinale të tipit të diaresë dhe të shoqëruar me të vjella. Të gjitha këto kanë bërë të sidomos të moshat mbi 65 vjeç që të bënin një dëmtim të menjëhershëm në funksion renal. Përmes marrëveshjes koncesionare që Ministria e Shëndetësisë ka nënshkruar me një spital privat në Gjirokastër, marrin shërbimin e dializës rreth 45 pacientë që vijnë nga zona të ndryshme të jugut të vendit.